Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sonte po takojmë në emisionin e 7 të ciklit Buzëqeshjet e viteve. Të gjithë ata që na kanë ndjekur janë në dieni tashmë se njëri nga drejtuesit e këtij emisioni dhe pikërisht kryetari i Partisë së Bashkimit që bën fuqinë, zoti Karafil Lëngu, ka rënë në një pust të çuditshëm dhe misterioz. Me gjithë kërkimet e drejtanishme që janë bërë, ne ende nuk kemi zbuluar se ku gjendet ky pust. Megjithatë, i vetmi mjet komunikimi me zotin Karafil mbetet telefoni. Prandaj unë po mundohem të komunikoj me të. Shironi të pini që tjetër, zoti Lëng. Jo, faleminderit. Një lëng do t'ju bënte mirë, zoti Lëng. Ekzo. Zoti Karafil, ju e patë edhe vetë se me cilët dërkuat sot. Jeni vetë mirë. Jo. Tash. Ajo po nuk ma merrte në mendje kur, që këtu të vinte edhe ai. Cili? Ai që kisha në kratë majtë. Po pse për atë që kishe në kratë të djathta, merda mendje? Edhe ai. Që bëhet këtu, që bëhet. Ati lartë, ata të mbysin me konferencat e shtypit. Po ai. Kush? Ai asaj. Kujt mori? Që bisedonin për atë punën e... Ai më që ishte kundra ky. Po. Ai është mitë mësh. Ai. Të vretë? Në vend. Jo, një më ndjes të fatë. Aq. Dera ty, e më ndjes. Ashtu. Shke. Vetë. Ku futë në Karafil. Shke. Se shqesarë. Du të dali kejtë. Ashtu. Shke. Zo. Edhe ai merret me këto punë të nëndeshme. Ashtu. Pa. Unë kujtoja se nuk e dinte asnjëri këtë pusë. Tu kanë kaluar dhe do të kalojnë të gjithë. Ashtu. Në më thënë, unë që nga mi fundit që pas kam rënë në këtë gropë. Ja, s'di. Nuk di. Shke që pëshërtin, mor. Zoti Neli. Urdhë. Që nga ky moment ke në dispozicion një parti komplet me gjithë kryetarin e saj. Ja gëzuar. Alo, urdhë. Alo, zoti Karafil? Po, Karafil Lëngu jemi. Nga televizioni ju shqetësojmë. Në rast të parë dëshirojmë që t'jeni mirë me shëndet. Ashtu, faleminderit, po në rast të dytë? Në rast të dytë ju mirëpresim në studion tonë në emisionin Buzëqeshjet e viteve. Po mirë, sikur kemi dërguar një gazetarin tonë atje, nuk ardhur akoma? Deri tani jo. Me siguri duke ardhur duhet jetë. E kemi kryeredaktor të gazetës tonë. Zoti Neli, televizioni lartë... Ne na presim miliona tu. Kurse ti në merresh me... Keni të drejtë më zoti Neli, keni të drejtë po tash. E bëj për popullin zoti Neli, një popull kemi, nuk kemi shumë. Populli i lartë duhet qeshi. Populli qesh sa hapsi të mëjes. Populli qesh më shumë me ato që shenë në jetë, se sa me ato që shenë në televizion. I thuaj asoj shoqis të vazhdoj programin vet, ose të thrasin në një kryetar partie tjetër. Morë vesh morë. Ashtu, keni drejtë. Zënjush e nderuar. Këte nga pusi kemi një propozim. A ka mundësi që të vi në studio dhe të drejtoj emisionin tuaj një kryetar tjetër partie? Cilin për shembull? Po cili? Zoti Nano ose zoti Berisha për shembull? Zoti Lëngu, e kuptoj gjendjen tuaj shëndetësore, po nuk keni me vete ilaçet? Zënjush e nderuar. Edhe unë e kuptoj fare mirë ironin tuaj, po këtu në këtë mes nuk ka asgjë të keqe. Tek e fundit çfarë duam ne kryetarët e partive? Ne duam që popullit të qeshi sa më shumë, se kur i qesh buza popullit, neve na qesh zemra. Pastaj, është edhe një gjë që bëhet për herë të parë në Shqipëri edhe në botë, një emision që drejtojnë kryetarët e partive. Një emision e drejton Nanua, një emision e drejton Berisha. Një herë drejtojnë të dy së bashku, ka lezet.
edhe qeshin, edhe thumbojnë njëri tjetrin, edhe bëjnë pajtimin kombëtar, se duke u pajtuar ata, pajtohet gjithë populli. Ka gjë më të bukur më zonjush? Popull e parti bëjnë gallat, qeshin të gjithë. Ne kemi 10 vjetë që e bëjmë këtë gjë, pse mos ta bëjmë dhe në televizion? Zoti Lëngu, në qoftë se do të vi gazetari juaj, ai ishte mirëpritur në studion tonë. Në të kundërt, ne ju falenderojmë për ndihmën që keni dhënë deri tani. Një minutë lutem, një minutë. Ju nuk keni besim që zoti Nana apo zoti Berisha do të vinë në studion e televizionit? Nuk besoni? Po sikur të vinë ata, çfarë do thoni ju zonjush? Zoti Lëngu, mirupafshim dhe shërim të shpejtë. Nuk beson. Ja ti bëj un telefon tani edhe të shohja. Do të vazhdojmë të ndrojmë në shoqërinë e arkivit ton duke sjell këtë radhë një material nga estrada e qytetit të Shkodrës. Me lejt lutem. A din gjë ku ma shtru Beqoja? Urdhë? Beqoja thash, a dini gjë ku ma shtru? Po kush është Beqoja? Është burrin. Është një burr i shnosht. Pa. Nuk e njoh hiç. Shkoni se s'ta kam ngen me ba muhabet me ty, që në ka dhe që fli muziket. Do t'jetë në i qëqarë që i ka me të ndërë spitalit. Gjyla. Kush ka vulus në ashtu më Beqo? Rëtë mëjtë fëshëm teme, është uniforma e spitalit Po çfarë uniformet, më Beqo? Po ty t'kanë vesh karnival, po çfarë uniformet me tanë kavulla në gjaks? Shtu për është janë pijamat mëjtë. Qo më Beqo, shka vish roba që t'kam sjellun? Se t'kam sjell edhe qarqafat me lule. Me lule? Po fletëm si me fjetë në liftë. Janë qarqafat e martes, Beqo. Po mirë, po. Ata që i shtrojnë për rastet veçanta. Edhe jastekun ta kam sjell atë me pupla, edhe aja është i martes. Kam sjell edhe jastekun me korrent. Mos në drillit mëj. Ja, hajt, mos ki me rakti. Mos ki me rakti se s'drill, Beqo. Mirë, po. Ashtu dhe. Edhe Beqo t'kam sjell edhe. Ja, një minutë sa vemu lejsen e tavolinës. Do duket dhoma e Beqos, se me qenë ljule. Ha një gjylla që është maraklia, e tonë më holës. Beqo, Gjyla. kam sjell edhe pjatat. Pjatat? Po, kam sjell edhe pjatat. Nuk e pilum. Mu me raft pika. Qa mëj? Kam pru filxan vendit. S'ka Ka mëj që s'mishmu. S'ka se ta sjellin nesër në servisi jashtë. Që Beqo të mosha? A thu për në lonë me to me këta gjona këtu më gjithë. Edhe mëre ma, po qëfar, po që kanë me thonë, një minut Beqo të mosha se mi janë marrë me të krejt, ma prej hadit tënë, një minut, është i këtë lugen e vogën, ta kam sjallë për reqejnë në parkish. Pare të qofi herë? Kështu po, kështu ka lezet, po jam e tonë ata vulla në gjaks. Mu më raft pika. Gadi harrova me të vunë fesin, që ta ka falë dora me ta majtë kryjtë zetë. Ty të ka dhe hije, dukesh edhe i bukur. Pare të qofi herë? Shumë bukur. Ashtu. Se mos harroj Beqo, kam sjell edhe fornelin me korrent. Kamomilin, kafen, qajën e spitalit nës një mënyrë me pi, se i vjen era kazan. Rrit është moj minut se unë po du me të vuj këtë qonë, po s'po di ku me vu se shifët, pa e vejtu. Ashtu dhe, edhe pak nëllë vile, që t'mos shkojnë bubaqat. Hajtë shpejt që mos vinë doktori në që t'josh, Po, mos të të tonë të... nuk e shef. Hajtë të shka. Hajtë të shka. Shkoj mu mra, nika si po shkoj. Që mëj? Po shpirtin e nojës Beqo. Më që ke mëjtë, më që ke? Shpirtin e nojës Më që ke mëjtë që më gjanë më gjëjë, që s'kam dek hala? Mos më mërzit. Ja mëjtë që nuk më rritë, më në vote, më pushke e në Me ta këpuq shpirtin. Me ta orkesh me asjall shpirtin, lamtumi. Beqo! E ku e kam Beqon, sot si m'ka një Beqo, ja?
Hajde, Beqo, banu gati. Tona dhe të më bëbosët mu. Po ti e din që unë kam dorën e lehtë gjatë, s'tesh për emrin hiç. Sillu, Beqo. E djekën të më të vogë dhe më i më. Sillu. Krahin, Beqo, krahin. Krahin, më dojnë. Facciamo, mare Beqo, kështu. Ma ke fik zemrën, mare Beqo. Kam në gjunë fund spitali, pa ban burri kështu. Ma mëjnë të kryt më. Hyj, mare Beqo. So mirë të pashkandon me hi prapshat. Ije, këtë. Po unë e habe prezencë, mare Beqo. Unë herë kur filloj afrohem spitalit, filloj në vedit. Dhe edhe këta gjysly që I kam me numer. Kur e shof se ka shumë njerës të dera I përkas me dorë. Me leje, ata më hapin rrugën se kujtojnë se jam dikushi. Ja t'jen fund kretë për në edhe roja. Urdhëroni doktoresh. Po që amat më gjë, ma stalujt si film është në për spital. Hajtë mare Beqo, të shifesh në shunjat banë se punë të mija I dion. Beqo, kam sjell abazhurin, mas me u trem natën. Edhe vada me kumi. Që më duhet më gjë. Si që duhet? Që t'mos I pishilat që t'kutëro, që më duhet thët. Qoj herë më rinë karigat, ka thonë gjylla sa herë që t'viju në mrefto. Hajde. Pa tregoj gjyllë s'ta në herë, si ma ke kalusat. A I ke pi aldometat, pa? Pa, I kom pi. E pro po manollat e janë ty t'i thonë prep? I kom pi, nga në bërë shumë mirë, bile. Shif që në lumja unë për ty. Ja se pa ta nërojnë terapin komplet. Po pësha më gjë. Aha, kam biseduun me doktorin. Negja, a dini gjo me më kalzu, po pse ishte shtëru më hyrje në spital sot? Po unë përeshin shefin e seksionit që vjetë. Pa di që konë në logja sa thosha? Ma se pyt? Ma se pyt? Ja spika, nuk ta thamë se harrova se jeme të nëcim. Po t'i thuja? Nuk ta thamë? Po dhe nuk ta thuja ma s'kom se kom plenë zemën. Nuk pa ta thamë. Janë roh prepa ta dë. Pa ti harroje pra muhabet se I pajtë në logja? Harroja muhabet. Tregoj gjyllë sta në I herë, kush ka qenë vizitor sot? Këtë qenë doktori, edhe 3 infermiere. Edhe kërë infermierja ko. Shumë infermierja pëso armet po? Nese ma unë pa thamë vizitor me t'pa aty në spital. Pa kanor. Bëll kanor, ka shadiku me qoqin. A I ke shenu në lisit kam parasit? Regulli ledzojën. Hajti, mëso banë mare. Shadiku me qoqin, po. Toni me grun, po, një pakolokon. Një kyqenani, kush ashtë kuj se s'pam bjen hater? Ashtë shefi planit e joni maj? Ashtë ai qyqari që I pat nullë I reziku atë hera? Ma Mraf pika. mirë. Një paket vafer edhe I qokolat. Mirë, ta man shef planit kë. Një kja ferosina, Beqo, nuk ka burë që I ka ardhë vete më? Është vojsh me gjithë, është vojsh e mrekullushme. Pa pra, mrekullushme. Ta mërmenjër, pas janë një që mrekullushme e kishte gjeti burë? Menqi e mërzullat s'kuqna, kja ma tënë t'ligen, pa qa kujtën kje se kam dekuna, mos ja kishe pranu hiq. Mirë me gjithë falë. Mos qa falë? Kusha shoku I me shokun dë? Shoku I është drejtori jonë, ma I me shefin e seksionit tonë. Po pse I ki vumbi pytje? Për vetë mja thonë, maj, ata që vinë me durë thonë, me vumbi pytje. Heqa me rekujt pytjet. Pas ke lërë zot një yte me t'pru dhe pesheshe. Ardhja tyne këtu ka më rëndësi se ta një ta plaqa qa ke në komodin. Pasë? Një me më falë. Pas ka ardhë dhe Filomenja Kostos. U pinucja Driqit. Po familjarisme. Familja puta mërmenja se nuk kanë mujt me e bajt vete mi pako biskota kate lekshe që në kanë picku. Am bojnë syti të Beqo a ledzon shoqja ingëvë. Shakja? Inxinjerja vera mëj. Pa qatë ka si atja? Një ka vëndesh reqet. Me qfare mërtimit? Fikut. Daje veç. Ose ma mirë pa marrë me veti, se handi se një ashtu jeti. Ashtu në këto. Pa I ferdi mëre, pas kishtë ardha si herë me të pa. Jo me të shven herën tjetër kur... Si herën tjetër? Pa I s'ka kënë gjudi me arë me të pa 3-4 herë, nera që I ka ba një kjatë, zhyll, nuk ka goj që I tregoj. Pasi? Oj, mirë. Kush nga qenë ka I kja që pas ka 3 herë me të pa? Me ti te klimon gjithë kush, pa te ke shkru me të shatë motë, kush ka ke... Mi thuj me mari fet duket marrë, more veshtë. Pëse mëj? Që të mos bëhet shkaktare për prishin e mardhanjeve tonë delikato familjare.
Pas ka alë Bilbili? Po, kush e ke Bilbili gjyri? Bilbili a shoku je majmusht, më? Që më kanë gjanë Njështë si ka emnin, ka edhe shpirë. Që mëj, po është nena, ko mundësime në i thoni ti Bilbilit, që pas ka emnin njështë, që pas ka shpirtin, që mas në duket as i fje më këtu parja, përve? E pse? Që mas në bosh shkaktor për prishet e harmonisht tonë për në këto familjarë. Shikja biqo, mos me thuj muja ka fjalla, more vesht se ke gjyri për nerë ke. Ashtu dhe. Shkaj biqoja. Mjera, unë shkaj biqoja. Mjera, unë biqoja. Po qëfar ka beqoja? Beqo. A i ku gjyla? Beqoja ishte mirë këtë 2 ditë. Ja, maj mote qëfar mirë, edhe në shpi kështu është. 1 ditë është mirë, 3 ditë është i smurë. Më falni shoqe se po ju thënë, po edhe ju duhet vini ma rrallë, sepse i smuri ka nevoj për qetësi. Po pse po unë smuri beqona? Shikjo të lutem shumë, e keni për detyrë ta sheroni. Se qysh ditën e parë që ja shtru nuk ka asnjë përmirësim dukshëm. Që pa shikon? Nuk është e spirali, ja ka marrë një shitë se zbulmet në. O beqo, nisën pa marrë me video. Nesër, fillo nisën e. Oj, mirë! Lëreni tani estradën dhe të merremi këtu me punën tonë. Telefonoj gruas që ke aty në Gjermani. Po sikur ta kisha zgjedhur një herë këtë punën e emisionit tonë. Po, pra partia kjo. Po është në interesin e partisë tonë. Po lëro partinë thash dhe njërë. Po nëpërmjet këtij emisioni neve bëjmë një farë propagandë për partinë tonë. Lëre partinë thash. Po na ka ikur elektoratin. Po lëro me gjithë elektorat thash. Na fal zotin Eli, mos u nxeni. Nuk e kuptoj. Oh, po ja marrim shpirtin ne këtij populli, më fal. Oh, po e japim shpirtin ne këtij populli, nuk po e jep kush. Çfarë të bëjmë shumë xhanëm? Ju lutem më ndihmoni. Këtë marrë në fillim, zotin Nano apo zotin Berisha? Nanos më mirë se Berisha s'besoj të pranoj. Kurse unë them të kundërtën. Berisha sigur flet më bukur, sigur flet më të shkoqur. Kurse Nano nga njerë nuk kuptohet se çfarë thot. Bile nuk i kupton as vet. Po e provoj të marrë një zotin Nano. Alo? Doli. Zotin Nano, Karafil Lëngu ju shqetëson. Kryetar I Partisë Socialiste të Bashkimit Sovjetik. Më falni, kryetar I Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë. Kam emocione. Si e ka emrin partia jonë se harova. BBF. Bashkimi bën fuqin. Bashkimi që bën fuqin, zotin Nano. Urdhëro? Partia e bashkimit që bën fuqin. Jo fuqin. Për ideal të partisë nuk përmenda gjë fuqi, zotin Nano. Partia e bashkimit që bën fuqin. Fuqin, jo fuqin. Po nuk kemi punë me fuqit, zotin Nano. Po, kurse unë jam kryetari I partisë, Karafil Lëngu më thonë. Urdhëro? Karafil, si urdhëro? Urdhëro? Ta them gërm për gërm, emrin tim? Po, K-A-F-I-L, Karafil Lëngu. Po. Jo, nuk më njeni, zotin Nano, unë kam kërkuar takim, kam 4 vjetë që dua të takoj, po ju keni qenë një zënë me punë të partisë. Urdhëro? Jo, me punët e partisë. Për ideal të partisë thash, nuk thash punë të rakis. Zotin Nano. Zotin Nano. Urdhëro? Çfarë të thënë? E mbylli. Ma la dhe emrin për gjysmën e emrit më tha. Se që më tha dhe diçka për nënën. Mua nëna më ka vdekur. Jemi rikthyer përsëri në studio dhe në pamundësi për të komunikuar me zotin Karafil, ju ftoj të ndiqni një material nga estrada e qytetit të Tiranës. Shtar Belushi! Urdhën shmisa. Të ka komisar Baxhulli të jam, mirë? Mirë shojsa. Amo, që më përdrite shu. Oj, mirë shoku komisar. Mirë shokoj sa.
Mos je nga ata ti? Nga ata të malit, shoqësar. Jo, se më duke si nga ata të fushës ti. Në bataljoni mi shoqësar. Re, kemi një batalion e di, se unë jam komisari i batalionit. Po, shoqësar. Re, Bilush, të pash dje në strevit e zjarën. La thosje e zberti, më flisi për atë pjesën e pushkës ti për shullin e shkëlqyer fare. Birbil jeshe nga goja. Falenderit, shoqësar. Falenderit komisarën. Po ti kisha arruar gjën kryesore, më. Po boshtin ideologik, më ko keshe? Boshtin? Mos ma ka marrë në ushtarë, shoqësar. Ore, jem ta ketu këti? Se mos që bë boshtin ideologik. Pesa, gjithë bërë që ta morë në ushtarë të mu. Vjedhin shumë ka panon, shoqësar. Edhe këtë problem do ta shikojmë na. Po këtë nuk kemi këtu. Unë të pjesë ti e kupton ti që është boshti ideologik, mo. Ka të bëjë me kuptimin, mo. Ja të pjesën. Boshti? Atë që... Boshti? Ja i boshti, jo. Boshti ideologik, mo. Ku shoqësar? Ore, koktull. Boshti ideologik. Ja të pjesën. Shuli. Nga që material për bëhet? Shuli? Nga qeliku, shoqësar. Shumë mire, ku prodhonet ke qeliku? Qeliku prodhonet në firë, shoqësar. Jo prodhonet, mo. Prodhonet. Prodhonet, shoqësar. Dhe jo në firë. E në firë kemi superfosfatin e lachit në. O nese, s'ke fajti, tërë këto verpa që ka bërë partia jonë në për 5 vjeçar nuk marrë mend të tëra. Sigurdo, Unë shoqësar. të pyes për qytetin ku është ngritur vendi që prodhonet qeliku. Është një qytet në kërthis të Shqipërisë. Kërthis? Jo. Elbasan, shoqësar. Po në Elbasan, shoqësar. mos e të ndritën sytë. Në Elbasan. Elbasan. Si quhet kjo vepër e madhe në Elbasan? Qëtë kombinati i Feliku i Qatis, Elbasan, shoqësar. Por e qke më të rëzi, pse dhjasë? Se i thua s'do të fjalët. Huaj dhe manë, kombinati metallurgik, Qeliku i partisë Elbasan. Po, shoqësar. Pra Qeliku, prodhonet në kombinatin e Qeliku. Sigurdo, shoqësar. Nashti, ki shuli kjo është i përbërë për Qeliku. Po, shoqësar. Kjo të vejet shkoj të tjetu. Kush është ti? Partia, shoqësar. Partia është ti. Ore, po të shtiu partia vetë atje ku s'del bë. Unë të them kush e shtin për para shulin. E shtin për para su? Sula, shoqësar. Sula. Sula i sa tëme. Shoqësar, po shajnë në është. Ore, unë të them kush e shtin shulin. E shtin su? Susta, shoqësar. Po susta më dërzi, po Susta, susta dërzi, shoqësar. po ti e the shumë mirë, unë të gjova vetë me vesh të mi atje, e Shoqësar. the shumë mirë. Po susta, që material ka? Feli, ashtu Qelik. Qelik, shuri Qelik. Edhe susta Qelik, se del partia jonë, Del partia Shula dhe shoqësar. shuri vetë kytet. A, shoqësar, po shajnë. Ore, unë të them Qelik dhe Qelik, partia jonë del he. Heroike, Po shoqësar. heroike, më të mbyll temën, heroike. Heroike, shoqësar. Po heroika dërzi heroike. Po, shoqësar. Nashti, Urdo. susta e shtin shulin. Po. Kur vetë e shuli për para që merë nga klorit i fishekve, që merë. Shtu doj vetë. Ti shtu dojë vetë, jenë vetë, por e do më luash në mënd të kokës të Pse shoqësar? Po shmerë më, nuk kem nga klorit, po shmerë shuli për e të tutje. Me fish, fish, Fishekun, shoqësar. po fishekun e Fishekun, shoqësar. fishekun e merë, Po, dhe shoqësar. shpije me folen e, Partisë, shoqësar. në folen e asaj, Mos, shoqësar. në folen e fishekun, në folen, se po futen atë folen që thua ti nuk del më. Po në folen e fishekun, na shtim që ta forcojmë boshtin ideologjik, Po, e lidhim edhe me luftën e klasave. Ki fisheku që e merr ki shuli, ki e shtyn kësusta, Po. është armiku i klasës. Po, shoqësar. Dhe e rasi me fusi brenda nëv, Folini, më mbëj mua. folini fishekut, shoqësar. Ki do me thënë është të burgun në këtë rast. Këtë pëtësas, ki armiku i klasë atje brenda ku kemi futur ne. Që bëjmë na? Na? Na i këndojmë atë këngën. Le të ridhë Qeliku për dy feke ploqe, të pëlcas sarmiku, moj kalajtë kuqët. Kuqë shoqësar. Ku s'di të kresh zhvesha? Kuqë shoqësar. Ore ku s'di të kresh zhvesha? Kuqë shoqësar. Po e ku që mure, ku që se e marrë vesh. Po ku s'ta të martuar si veshti, dita kënoq si kënë, dita kënoqë. Kam kënduar?
Diku. Ora unë të them në shi ditë këllëqë. Shëjsa. Pa më këllëqë. Letterezze Helico, Verdi che pugno gjegje të pëlqa sarmiku ju. 2 kanibal, i ati edhe i biri, shumë të uritur, zunë prit, mos vinte njeri dhe të hanin. Aty ku po rrinin, prisnin të vinte njeri që të hanin, se kanibalet e dim që hanë njerës, shikon për vjen një femër, shumë e bukur, djali i uritur shumë, i thot, hajde babi, shkojmë të ham. I ati e ndalon, i thot, dale thot. E shijoj mirë atë femrën, se ishte shumë e mirë, që është e vërteta, edhe i thot birit, dëgjo thot, qojmë këtë në shtëpi, thot, edhe ham mamin. Në tren, po u thonin, në një sedile, një vajzë me këmbë shumë të bukur, dhe një djali ri për balë saj. E shikonte djali, i vinte zort, t'i fliste, pa më në fund vendos, i thot, më falni, thot, po keni këmbë shumë të bukur, thot, në qëse do ketë mundësi, thot, të ngrini pak fustanin, thot, me gjithë qefi, thot, vajza, me që ngriti pak fustanin. E shikonte prap djali, shikonte, thot, ka mundësi, thot, edhe pak më lartë, thot, s'po jo për shefin, thot, ngriti edhe pak aje fustanin. Më falë, thot, se u bëm edhe pak si bajat, thot, mundet, thot, edhe pak më lartë, thot, hajde, thot, bëj për hatrin tuaj, thot, s'kam zhvej, e ngriti edhe pak. Treni vazhdojnë të në uthim. Ky shikonte vajzën në momenti, thot, doni t'ju atregoj, thot, se ku e kam bërë, thot, operacion apandisitin? Po si, thot, djali? Ja, thot, të ky spitali këtu. I thot, djali, nënës. Thot, mami, pash, thot, agronin, thot, që puthi motrën, i thot. Po mi, thot, keqen mami, nuk ka asnjë gjë të keqe, thot. Agroni me motrën tënde, thot, do të martohen së shpejti. Ashtu, mami? Po babi, thot, kur do të martohet me teta Valin? Takohen 2 fshatar, njëri nga Lushnja, njëri nga Vlora. Fillojnë muhabet. Na të kemi, thot, na Lushnja jam të keqen, thot. Thot, po qysh jeni ju andej, thot, po mirë, thot, pere qave, shqyqyr, thot, mirë jemi, thot. I ndat toka, thot, po i ndam, thot, i ndam. Po si i ndati, thot, po e kështu bere qave, thot, mirë i ndam, thot. Mirë në arane, mirë i ndam, thot. Po kështu, thot, patët në një ekses, thot, në një gjë, thot. Jo atë keqen, thot, jemi populli urt ne, thot, nuk patëm nga to gjera, thot. Ne i ndam urte e bote, kështu bere qaves, në ara mirë, në ara, shqyqyr. Po nga sa ju raj, tha kjo. Po na radha, na 4 dynim, e na 6 bunkerë për familje. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në shoqërinë e arkivit ton. Le të zbulojmë së bashku se cili është materiali në vim. Kam derin dhe kënaqësinë t'ju prezantoj. Miu i portit, Mister Topo Xixo. Miu i shtëpis, Mister Gjeri. Miu i tregut fshatar, Signor Macarena. Dhe së fundi, shkëlqësinë e tij, atë më veteranin, miun e pucetave, Mister Coco Jumpo. Të nderuar miq, mirë se erdhët dhe suksese në simpoziumin tuaj të parë. Suksese dhe vetëm suksese. Më lejoni shkëlqësi t'ju pullëdorën në të ditë të shënuar të simpoziumit të organizuar për nderin ton. Bravo. Ju lutem pranoni këtë dhuratë. Një lakër e kalbër dhe spinaci tharë, i mblodha pa mundim në tregun fshatar. Këtu keni dhe disa karota që kishin hedhur në rrugë sa idiota. Bravo. Edhe nga zona jonë keni një peshqesh, një portret maceje. E ka punuar me shumë dashuri piktori merituar Mickey Mouse. I ke parë kazante lozhave ti? Po. Nuk ka më mace. Se jemi në mint. Bravo. Mirja thash.
Zotri, një të nderuar, simpoziumin e parë të shoqatës Mik i Maus e dërkarojmë të hapë. Do më falni se jam tepër i emocionuar. Elbete, mosha bëndësaj. Do t'i luqa edhe juve të mdimonit në kumtesën time. Atë ditë se arroj kur më qëllonin me gur. As u pyeta, as më pyetën, me gur ma dhudhën pusetën. Ushqimet kem kishit lënë, si kam zyrë me dhëmë. Qatë të forta, qatë të thata, më toli zora për jashtë. Pas një kohë shumë të gjatë, dola nga puseta jashtë. U gëzova se kisha malë, kur ju pas të gjithë dhe gjallë. Të rënqeth bishtin të rënqeth. Ashtu? Të ngrien qimet e barkut për pjetë. Me këto histori të latashme më bet mishi puçkuriza. Ashtu? Por i vegjit, si a keni kaluar, se unë mbaj mend të vegjit fare. Ta një bërë nga ty me thot gjatë. Të po thoni, a jeni martuar? Urda? A jeni martuar? Unë jam martuar 2 herë. Ashtu? Me miushen e parë nuk bën fëmijë se i kishin hequr ato. Ato? Bajamet. Bajamet. Ndërsa me miushen e dytë kemi bërë plot 283 kurisha. Do kishim bërë 284 e po njëna i ngordi mamia. Po pse? Se nuk i dhan para. Pse nuk i dhan? Ishin edhe. Bravo. Po ti, Gjeri? Po ty ishi të mërshëm, këtë i vetëm nga tolata. Mua njerë më martua me mblesëri. Mirë po nuk na u puqu karakteret edhe undamne. Me të dy të zbëra do të fëmi se e zunë në qarkë kur shkoj të bënde qimet permanent ditën e dashme. Tani kam betur vetëm, nga halli s'kam s'bëj brez lule më lule. Po fëmi ilegale, të paregjistruara, kam plotun. Bravo, Gjeri, bravo. Po ti kërëpuq? Unë tani sa po jam martuar me një miushe italiane. Të jashme? Jo se kam në një paragjykim për miushet shqiptare, po pikris që miushe mu gjenë pranë atje në Itali kur zbrita në ania kanina si klandestin. Nga cila familje e Italis është miushja jote? Vromatore. Vromatore? Me origin është nga Napoli, kurse për të banuar banon në Lecce. Atere, vazhdojmë punimet. Me kumtesën e parë, referon Mr. Gjeri! Opa, Gjeri! Një ditë të yra në një shpi, tek një gjitone për karshi. Bravo, Gjeri! Aty gjejmi ju pushen të krehur të lartë, lëpihej në një siltar. Filho sa më parë, Gjeri shtë kanë prego sa më parë, Gjeri shtë kanë E mora mi ju hushen branda në sirtar dhe u boroqi të mbi një tuf dollar, për mbi dollar. Me mi ju shenti me bëmë dashuri, e mbushëm sirtarin plot për plot me mi. Plotën me mi, plotën me mi, plotën me mi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je Gjeri, se na gëzove racën tonë, ti na ishtove. Je Gjeri, se na gëzove racën tonë, ti na ishtove. Qëci, vazhdojmë punimet. Me kumtesën e dytë, referon Topo Gigio. Hop, hajde. Me thënë të drejtën, jam tepër emocionuar se u bën kaq vjet larg miqve të mi të zemrës. Hajde, hajde, Topo Gigio, hajde, hajde. Hajde, hajde, Topo Gigio, hajde, hajde. Sa i lumtur ndihem sot, kur ju gjej të gjithë tot, do të shëndet dhe të bukur ju shikoj.
Jemi ne katër shok, si jetojmë dotën në Evropë, po këtu nuk ka forcë që na ndalon. Hajde, hajde, Topo Gjigjo, hajde, hajde, Topo Gjigjo, hajde, hajde, Topo Gjigjo, hajde, hajde, o. Sot jemi mbledhur të gjithë ne, këndojmë dhe vallëzojmë për jetën e re. Dikur të vegjël dhe në për kanale, sot flet të gjithë në koltukje dhe divane. Dikur barku bosh, nuk ishim çfarë të hanim, sot bëjmë gjimnastik që të tresim djamin. Dikur na helmonin me koçifos, sot për antidot bim qumësht edhe kos. Pije, pije, Topo Gjigjo, pije, pije, Topo Gjigjo, pije, pije, Topo Gjigjo, pije, pije, evo. Dikur të përpuzur dhe pa të drejta, sot në simpozjume dhe në gazeta. Dikur edhe maqet bënin kërbim, sot po janë vajti, hajte le të vim. Si qenie të gjalla ne kërkojmë të drejtat tona që na takojnë. Kërkojmë nga ju dhe njerëzia të ishni tona pastërtia. Në çdo rrugë kur kalojmë, që të gjithë na nderojnë, se këtu por si mbretër ne jetojmë. Vim vërdall, dite natë, nuk ka qaj që të na kapë, jemi fry me lloku me çokoladë. Haje, haje, Topo Gjigjo, haje, haje, Topo Gjigjo, haje, haje, Topo Gjigjo, haje, haje, eo. Qëti, po vjen tjela jonë. Sa e mirë që është? Qëti. Të nderuar prindri tanë, të shtrenjtë edhe të zi. Ne, fëmijët minj, në këtë ditë të shënuar, jemi shumë të lumtur dhe ju urojmë jetë gjatë sa llozërat shqiptare. Ne, sot jemi të vegjël dhe s'dim shumë fjalë, por ju kemi në zemër, ju kemi në ballë. Pranoni këto lule të freskëta dhe simpatike që me shumë mundim i mblodhen pranë bucëve publike. Pa më thoni ju, që zitë më parë, që min të vegjël, që min të tharë, po sot, pa më thuaj si e, si top modele shkërqen për mbi dhe nga skuqfaqja, nga ndrinqimja, nga ushqimet e jashtme, nga shamput me vitamine. Stërgjyshimi, një premtim për ju do të them tani. Të shkojmë drejt Evropës, pa lufte, pa dhunë, minj edhe një ushe të pjellim sa më shumë. O gjyshi, kjo nuk është aq e vogël sa duket, është ajo e sirtare. Zotri, një të nderuar, një që dhe të ftuar. Loshë, ku që jodi këto loshë, rabi? E moj, vrëmë! Këtu e gjithë të të nështë loshë, moj! Pa ti ma ljurashe, ku tjetë tëra të dënjur aty, moj. Da në hapë ma i kollere juve! Ej, s'keni beraz vaksin me poliemiletit në maj! Së vjen tullë, frë, Joni! Vroma! Surat baloma! Njerëzit tregojnë fytyrën e vetë. Ne kemi përbosh të themi. Atere, vazhdojmë punimet. Me kumtesën e fundit, referon Senjor Macarena! Macarena! Kujtoni e për to që jetoni me tolona, kur s'kishim shtehanin në kazanet tona. Tani kemi plot të freskëta të njoma, Migje makarona, hej! Kudo që ne shkojmë në shtëpi edhe furgona, am kostumje jene ke pandalona, shisa janë trashur prapanica tona, me makarona. Po këndoj, po këtëm e libale, kemi bërë një armatë e male, sa janë trashur prapanica tona, me migje makarona, hej! Dalin në rrugë shëtisin e makina, am me peceta në për tavolina, shisa janë trashur prapanica tona, me makarona. Të ngarojën nusja edhe djera, po këndojmë në male plot me pera, mbushur me lozhra këto lagjetona, presh dhe makarona. Makarona, 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 pa shikoni sa janë për mu lagjetona. Makarona, 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 mu
vllajtë tona. Po ku jemi, zoti kryetar? Si ku jemi? Po ne jemi kudo me qopë. Pse me kaq pa dukshëm jemi si partine? Ne jemi kudo, jemi majtas, djathas, lart, poshtë, vlerë, poshtë. Nise, më falni që po ju ndërpresim, të nderuar spektatorë, më falni që po ju ndërpresim, po për të mirën tuaj e kemi, se për ju po punojmë, luftojmë dhe po fitojmë. Më falni po mendojmë. Po të thoni ju që ku je o zoti Karafil, pse na ke munguar në studio? Po çfarë do them? Punët e shumta të partisë më kanë penguar, po tek e fundit ja tek erdha. Punën e kryetarëve të partive e rregullova. Mbaroi çdo gjë, të gjithë kryetarët kanë biseduar një për një me zotin Fatos, me zotin Berisha, me të gjithë kryetarët një për një. Dhe ranë dakord do të vinë? Jo, nuk vjen asnjëri. U rregullua kjo punë, nuk vjen, ne do vazhdojmë. Do vazhdoni ju, domethënë. Në rregull, në rast të parë unë gëzohem shumë që ju dolët nga pusi, zoti kryetar. Mos u gëzoni sepse nuk kam dalë akoma nga pusi. Mora vetëm 2 orë leje për të ardhur këtu lart. Do të tregoj shumë gjëra për historinë e pusit. Dhe ju si gazetare mund të shkruani jo një, po disa romane si punë e Sandrit. Sandri? Ai Aleksandri, shkrimtari i madh, Aleksandër Gjoka, Aleksandër Dumi. Duma si e ka ai. Nëse, meqense unë do të nisem urgjent në një udhëtim jashtë shtetit për të mirën e popullit, edhe të partisë, kuptohet? Neve vendosëm si parti që ju ta drejtoni e vetë me këtë emision. Më falni, po ju tha që do të dërgonit një nga gazetarët e partisë suaj, apo jo? Po, për ata që menduam neve ka ikur. Emigroi dhe ai iku në Kanada, na lanë të gjithë në Baltë. Iku si na ka ikur i gjithë elektorati. Por tani neve jemi në fazën e grumbullimit të elektoratit. Kam biseduar me 2 kryetarët e partive kryesore dhe do na japin sa elektorat borxh. Dhe ne do t'ja u kthejmë mbas 4 vjetësh, ti kemi ca nga partitë kryesore, simpatizant, do t'ja u kthejmë një farë përqindje. Do me thënë, do marrim 1500 apo 2000 simpatizant për shembull nga PS-ja, do t'ja u kthejmë 2500 mbas 4 vjetësh. Deri për 4 vjet kemi siguruar ca elektorat apo jo. Dhe këtu një ndihmës të madhe do t'jepni juve. Duke drejtuar emisionin dhe duke thënë 2 fjalë për partinë tonë. Falë, po çyun tek partia juaj. Hyni si nuk juni juve. Harruat? Po ju bëni pjesë në grupin e intelektualve, domethënë në 300 firmat e para keni firmosur. Mos harroni. Më falni zoti Karafil, unë mund ta drejtoj emisionin sepse në fund fundit ky është profesioni im. Po përse duhet ta bëj atë si partjake dhe jo si gazetare e pavarur? Ashtu ta bësh si gazetare e pavarur, ashtu duam neve. Ashtu e duam. Gazetare e pavarur, tek e fundit çfarë janë gazetarët e pavarura? Edhe gazetarët e pavarur janë ata që varen nga një parti, dihet ajo. Kurse gazetarët e varur atyre nuk e u var asnjë parti. Më falni, po çfarë duhet të them gjatë emisionit? Po çfarë duhet thoni? Ato që keni thënë vazhdimisht, e buzëqeshur, por nëpër të rrotull dhe ndonjë fjalë për partinë tonë, se partia më e madhe, si partia që mendon, punon dhe lufton për popullin dhe kombin shqiptar, edhe 1-2 fjalë për mua si kryetar lakpar, nëse që. Po nëpër të. Na u tuat fare zoti Karafil. Shumë mirë që utojeni. Kjo është në mod tani, kjo praktik ndiqet kudo. Ai që është i utuar, ai edhe fiton. I fituari, thot një filozof i partisë tonë. Tani, unë do të largohem. Të nderuar spektator, telespektatorë që na ndiqni, do më falni, po do largohem për një udhëtim jashtë shtetit për të mirën tuaj. Sinqerisht dhe vetëm për të mirën tuaj do të bëj një xhiro nëpër Evropë. Tani momentalisht do të shkoj të bëj disa inaugurime. Do të vete të inauguroj një qezën, po më pret popull. Po do të vonojeni shumë zoti Lëngu? Jo. Pun 2-3 javësh. 2, 3, 4, 5 javësh. Por juve gjithmonë ato që ju thash. 2-3 fjalë për partinë tonë. Mirupafshi, rrugë të mbar. Dhe tani të nderuar telespektatorë, do ta vazhdojmë programin tonë duke ndjekur një ngjarje nga lufta, interpretuar nga aktorët e estradës së qytetit të Fierit. Foj fort jem qes më ha, po më lek shtu varu. Që luftet nga të ruar jemi futur o të sur. Isi. Po dhe me kjërsat bjerë akshami, ne ta shumë botë me kem për pjetë. Kere, unë ka ko që shumë botë kem për pjetë.
Shë ata njerëzit ta që po vine. Ishore. Mua më duket sikur po jetë si mbi gjylafët. E po me ktoj me kem. Bëj ngani. Pa ardhur Zanobeu nuk do t'i ngasnjëri. Mos u afroni vëra mali. Kush u ka varu kështu? Komunistët? Jo. Qa komunista? Të që bërnyti. Nuk ta bën hasmi. Gjerman të qani Refatit, Gjerman. Këta komandanti katilitarët. Mirë që nuk u shkojnë në plumb. Ja në plumb? Do kështë shpëtuar njëre mirë. Po gjua e dhapë. Më hera që plumb mirë. Po shpatën në Rama. O, mane që na i kujton. Apo do mua betë zë trote. E për dhe pa mua betë nuk vjen aksha mirë. Më trasore se mirën men. Afra të mbreshme të përgjirone me. Ne ishim roje të kura, Shumë një komar të kërkurne. Për para komarit, një fshatar që po ishtyni me dy fejtje dy balistë. Qaj kini këtere? Ushe më në atyre. A kjo është një maskara që u shpje patat atyre të malit, partizanve. E zumë, thave, do të shpje për qarkuman, ta pëlqasin birucet. Hapi një posto bloku, na urzoja i tjetrin e me. E hapën me, i futëm qashtir me edhe une do shuni edhe. Ja, kjo është. E pastaj, E pastaj, tosë. U sulmua i qarkuman, nuk i gjove ti? Qarkuman da t'ju vra, u plakosë t'u Gjerman. Flaka i vajti për qelë. Po që lidhe ka kjo me i sërin përgojë? Po që lidhe ka të qyë? Po balisti nuk ishte balistër. Fshatari nuk ishte fshatar. Patatet nuk ishte patatere. Ishte bombër. Ore, vetëm komari ishte komar atyre. Komar dhe ne që na jo dhe dhuj. Ore, po, lufte nga të ruar kjo, O që qërë t'i vla. Vishe si balist, vishe si gra. Ore, po, u po le mendjen e kokës. Fshatari ande shqelma, e s'pjus dhe fare. O, po, falës, ore, po që është lufte nga të ruar, ore. Të shkretë kërësire. Do bej, nami në prallan, nami do bej. Avash. Do t'i vrati gjitha ta që nuk i njore. Grami përqe, fqatare, kumandare, qatë jenë, coma do t'i bej, po nuk i njovare. Refa. Pse të voj une? Po që që të keme në isime. Ishte veshur si hoqa i që vravazi s'benëre. E masaj doli që hoqa nuk ishte hoqë. Po partizana? Partizana, po që? Po, unë si besoj me asë këmishës ti me dali. Po une, një natë e di që kam para po jo? Jo, që be? Pash njëri të veshur si partizan. Partizan? Ku e pera, ma? Po kalon dhe në gjade. A ishte veshur me gjaket shajaku, me kapele, me hyll. Me hyll? Dhe iku unë gjitë malit për pjetë. Po di që ishte jo po jo? Jo. Partizan. Partizan? Demek partizani ishte veshur si partizan? Që ta mirim ne për balist? Po. Ua që po më shonë sytore, po. Ua po të që më ratë të tjare. Ua është lufte nga të ruar që orë të sunë. Më shonë sytë falë, sot e mëre. Ua këti sonë e mëre, man. Shtrivo të sunë se se mi gjatë. Po taksin bajtu e qa lidhur mu hek qatë temat mu. Hajtë të greu një! Të gjithë dhe urdhën Zanobeu, se çfarë ka ndodhur nga komandatura Gjermane. O që në kjetë! Ka të rova të shkreta të re. Die kommunistischen Selbstumzwanzig auf! Surdon, gati jemi. Qa thotë të sonë?
Patrulleren auf der ganzen Stadt. Ja, ja. Do mësuar Gjerman që ato sunë. Ata ishin veshur si Gjerman edhe kishin hyrë brenda në komandator. Kishin marrë një shokun e tyre të arrestuar edhe kishin avulluar. E që ti zesh tash patë. Veshur si Gjerman. Po qyshe? Po edhe Gjerman ishin? Lera ma se pyet. O, po. Ej, në Gjerman i vrarë këtu, ej! Kur? Po si kur t'je qam i kuqju e? Jo, kjo është Gjerman dhe i vrarë, bile. O, po më dëgjoni muare, janë dhel praktare. Se zore ka vizhet Gjerman gjore? Kjo ka vdekur, ka vdekur. Ha, pa. E mbajnë frymë këta sa sta pret mendja tyre. Ky është Gjerman. E njohë shumë mirë. Ka ardhur mizet e të Zanobeu. E letë këtë ardhur e qa pasaj. Ka t'ja falqore. Ha, pa që na kam parë sytë në këta një. Ha, ju varë. Banditët jam veç oficerë Gjerman, i pa njeri. Herde, kush ka parë dy oficerë Gjerman? Pa mne, kaluan këte, në spitali. Sa koka? Para në gjusmore. Kush i pa? I pa shumë me të sunin? Ne të dy. Jo, do një shko në plumb të gjotë, gjahila. Ata ishin more ata. Po ju jini të humbur. Ata ishin ata të mali? Maskarënj, haram buka. Sprisni, lidin i Suzarot. Po prap ne? Po s'ka rrugë tjetër ata? Po pse kalojnë nga Bejmëroj e ne? Ata flisi Gjerman që më mirë se i kërë. Në plumb do t'i shkojsh. Pa mëne për në nashti sa po shpritim në litarja ku më... Litari për ju është pak, merini. O, pa. Ahore i klera! Qa ke maruar ti ma e shkëtë? Po që shatë më të mbushim para se të marrin. Atë zes nera. Po ata u futu dyherë Gjermanët brenda dhe ma hodhër. E për të varur, pra fare minë. Apo ku se një Gjermanit, më? Na shkoj lufta varur dhe ku i dhe në fatë. Opo, lufte nga të ruar kjo e jalan e të sunë. A kur të me e që litarin, a do t'i vrasë të tërë qatë më dalin. Balist. Fshatar. Qatë më dali për para të shpëtoj këmët. Ka këndhojare. Orë po këmët është umë t'i gjana qyqet e këmët, ore. Gjerman sa klam janë këta Arefat apo? Ate po me i to një unë ato sunë vëllaj, bo, si janë dhe i breshë këtej, apo janë e pak ata. Zoti na shpëtofte. Allahu qoftë me ne. Të sunë. Aufmachen!
Vesel! Urdhër, komandant! Cilin kemi rojtë ura? Refateve do su. Ma bura të mirë pas kemi. Mësa kam bëna një budallalëk. Kam betë mrapa kapiteni shpindër veturën e ti. Pas me! Urdhër, komandant! Ist antworten darüber! Orpa ato Rivera tuaja I di më mirë se june. 12 ab die Grundverschwingen gedrückt! Jera, Gjermanqës e së pi uj, po folë që ishtë ka folur jo temër. Scheiße! Je more, të rëgogjej. Gjina që emrin e semës po thot, shaze ja qojnë. Do t'a shët shaze në valle. Po folë. Folë se ate që kemi heqju në atine dhe shokët e tua, folë, ku do shkoni, që do pitit? Folë! Ore, qenë birë qeni. More, ku I gjeni këto roba ju dhe kush ju mëson ju të fisni kaq mirë Gjermanqë? Verschlussen! 32! Pa Gjermanqën e di më mirë se ju nere, se ngrishemi e gëdhijemi me tare. Bujru me, do të flash Gjermanqë dje? Hajde flasim. Niks me litare në kërcijën e në majtu liritare. Niksër, niks, se të ha gurgëllan! Mos u të rego kokë dhe adersi, po folë. Ore, po nuk e zgjidhe gjunë këtu, do të zgjidhesh në tjetër vend. Ti këta e kupton, apo? Mërë po ti edhe nga mustaqe duke që si e dedesko. Po, folë, Arbir. Folër se sa kemi ngen, folë. Po hajde Refat, nuk e par vetur dje? Ore, nuk është vetur që, ore. është falco që e falco që, do jetë në I karro që kanë berë kështu ata që të thuash ti që është vetur. është falco që e falco. Ah, qallel pra një janë këta. Oh, der heimliche große barbarischen Mölf-Zwölf. Refat. Ore, mos është Gjerman vërtet, ky sta si llaf shqip. Janë shumë të vendosur këtare. Ky edhe deri në vdekje Gjerman që do flasi. A janë shumë të vendosur këta të sun. Allah I ka frikë na gjysoju. Qëtu e, që më banë herë një larkë e qobanëre. Apo që edhe mustaqet I ka falcore. E t'i gjove të sun. Po herë të shkretën. Zurove dhe ja ktheve Shqipe. Poli Shqipe? E, na t'i gjove. Pse nuk të dhem Gjerman që ty e? Që s'bërna ufti e? Kumandant! Kemi sa një të majmë! Mos e në morë për qafë! Bo e hengëm. Do kemi shkelu prap dras kalbër më duket. O për na shi që nisa ta shtres Pse nuk mbyte Gjerman që ti e? Pse nuk thua Springen? Grupe? Pse nuk me grupe? Nisa ta shpërtejta që juve! Qone! Mosër të do ikja je! Ore është falco je, falcore! Mosë qone e budalej! Mosë qone! është falco e falcore! U kinjene! Sa vajti ora? Sa të pëllcasi, vajti. Ti gjeti e to sun, kur të në liroj sonde? Ku t'i gje unë I shkrerje? Leqe, ka të në lirojnë, ne mësuar në shirë. Të nderuar teleshikues, ishin këto materiale që ne kishim përgatitur për emisionin e 7 të ciklit Buzëqeshjet e viteve. Natyrisht do të takojmë të shtunën e ardhshme. Unë ju uroj të gjithëve natën e mirë.